Përqafimi simboli dashurisë amnore dhe pa kushte. Përqafimi është një përshëndetje e përditshme, të paktën në kulturën tonë, por edhe në shumë kultura të tjera. Nga vështrimi i parë duket si një gest i thjeshtë, por në realitet nuk është vetëm një përshëndetje. Është shenja e parë e jetës dhe një tregues i fortë i shëndetit fizik, shpirtëror e mendor të njeriut. Padyshim, ky gest ka lindur me të, sepse, siç e dim tashmë, kontakti dhe forma e parë e komunikimit mes nënës dhe foshnjës së sapo lindur është përqafimi. Marrja në gryk, vendosja e foshnjës në krahëror. Sigurisht, këtë gjest dhe këtë ndjenjë të gjithë e kemi përjetuar dhe marrë nga nëna, edhe pse nuk kemi ditur të flasim, por besoj se e kemi ndjerë. Kjo sjellje, apo ky gest flet shumë dhe përcjell një mesazh të fortë për të dy palët. Konkretisht, foshnjës i bëhet me dije se nuk është vetëm në këtë botë, është dikush që e do, e mbron, e mbështet dhe kujdeset për të. Vërtet, shpirtin e kam të qetë e të kthjellët, si foshnja e mëkuar në parzmen e nënës. Psalmi 13, rreshti 2. Mund të thuhet se është shenja e parë e jetës dhe e kontaktit me tjetrin. Sikur të ndalemi për pak minuta dhe të mendojmë për përqafimin e nënës, edhe sot do ta ndjejmë po atë forcë dhe energji. Për këtë gest të gjithë kanë nevojë, të vegjël, të rritur, të rinj, të moshuar, të varfër, të pasur, të shëndosh dhe të sëmur. Nuk është vetëm për të dashuruarit apo çiftet, por për të gjithë, pa përjashtim. Sigurisht që asnjëri nga ne nuk është ndalur për të menduar se çfarë është dhe çfarë rëndësie ka përqafimi. Aq shpesh praktikohet, sa që është bërë një sjellje automatike, nuk na lë përshtypje, nuk e përjetojmë. E diçka që nuk përjetohet, aq më pak vlerësohet. Mirëpo, ky veprim aq i thjeshtë mund të transformojë marrëdhënien, të shëroj shumë plagë dhe të pasqyroj dashurinë e pakushtëzuar. Përqafimi është komunikimi pa fjalë dhe një gest i fortë i dashurisë së pastër, që përcjell respekt, besim, forcë, mbështetje, bashkim, kujdes tek secili person që e merr dhe e dhuron. Ai ka një aftësi të fortë për ngritje emocionale dhe është mënyra më e mirë për të shprehur emocione shumë të rëndësishme, që shpesh fjalët janë të varfra dhe nuk arrin të përcjellin mesazhin në kohën e duhur. Me që përqafimi ka një aftësi të fortë për ngritje emocionale, ai duhet të dhurohet vetëm me liri, dhe jo duke e sforcuar veten apo tjetrin. Nëse nuk e ndjejnë se është një dhuratë e mirë për të dhuruar, mos e bëj, sepse nuk arrin të përcjellësh dhe të marrësh ndjenjen, emocionin, atë thesar që mbart ai në vetvete. Përqafimi duhet dhuruar me liri dhe me gjithë zemër, përndryshe nuk duhet dhuruar fare. E kjo varet nga të dy palët, sepse ai është një komunikim reciprok dhe asnjëherë nuk mund të jetë relativ. Këtu bëhet fjalë për përqafim të sinqertë, të lirë dhe me zemër. Shmangni përqafimet falso. Nuk mund të përqafosh dikë nëse nuk është në zemrën tënde. Nuk mund të përqafosh dikë nëse e xhelozon. Nuk mund të përqafosh dikë nëse sa herë flitet për atë person
ti gjithmonë flet negativisht për të. Nuk mund të përqafosh dikë vetëm pse të gjithë bëjnë kështu. Kujdes nga dhurimi i përqafimit falso. Ai nuk ndihmon dhe nuk përcjell asnjë ndjenjë. Mos e keq përdor dhuratën e përqafimit për të mbushur zbrastin tënde, për të mbuluar egoizmin, xhelozin, urrëtitjen tënde. Mos e mashtro veten me këtë. Qëllimi i përqafimit është të jap mbështetje e shtytje kujdo që i dhurohet, por sidomos personave që janë duke u përballur me situata të vështira. Përqafimi në marrëdhëniet njerëzore dhe në përvojën biblike. Siç u tha, përqafimi ka një ndikim të fortë në ngritjen e gjendjes emocionale dhe morale. Ai ka qenë dhe mbetet akti më i plot i një marrëdhënie dashurie të sinqertë dhe pa kushte. E gjithë kjo marrëdhënie flet për ndershmërinë dhe solidaritetin që i drejtohet tjetrit pa fjalë, duke i thënë: ti nuk je vetëm, unë jam me ty. Pra, ky është qëllimi dhe roli i dhurimit të përqafimit, që përfshin shumë virtyte dhe vlera, por mbi të gjitha dashurinë pa kushte, mbështetjen, mëshirën dhe faljen. Për të kuptuar më mirë këtë, mund të na ndihmojë një pjesë e shkëputur nga Bibla, që flet për shëmbulltyrën e djalit të humbur. Luka, kapitulli 15, rreshti 11 deri në 32. Nëse e marrim dhe e analizojmë, vërejmë se ati, babai, nuk flet, por e merr në ngryk të birin dhe e puth. Pra, i ofron një përqafim që flet shumë më shumë se fjalët. I ati shpreh ndjeshmërinë, pranimin, mbështetjen dhe faljen pa kushte, pa i kërkuar apo dhënë shpjegim, por thjesht e merr në ngryk e përqafon. Të kuptuarit biblik të përqafimit na jep një pasqyrim më të thellë mbi rëndësinë e këtij akti të thjeshtë, por plot dashuri. Pra, ky gjest na mundson të shprehim jo vetëm dashuri, por edhe mbështetje, inkurajim dhe mshuri, përkujdesje, pranim, mëshirë dhe falje. Përqafimi është dhurata më e ngrohtë në kohën dhe momentin e duhur. Siç dihet, në një marrëdhënie më shumë flasin gjestet, edhe ato më të voglat, se sa fjalët. Një përqafim i dhënë apo i marrë mund të ndryshojë jetën e dikujt, sidomos atyre që janë duke kaluar në vështirësi të ndryshme, sepse ai përcjell besim, siguri, mbështetje, rahati, ndjeshmëri e tjerë. E padyshim ndikon në gjithë qenien e njeriut dhe mund të thuhet se është një nevojë e njeriut për të përjetuar përqafimin. Dhe kjo nevojë e shoqëron secilin nga ne deri në frymen e fundit. Lirisht mund të thuhet se një përqafim i vërtet është më domethënës dhe më kurues se sa shumë medikamente. Ai ul stresin, zbut ankthin, rregullon gjendjen e humorit, forcon vetbesimin. Me një fjalë, ai shfaq vetëm efekte pozitive në aspektin fiziologjik, shpirtëror dhe psikologjik. Aty ku mungon përqafimi, njerëzit ndihen të vetmuar, në stres, në depresion, dhe shfaqin shumë çrregullime të tjera të personalitetit. Sigurisht, këtë në ka vërtetuar dhe bërë më të qartë periudha e pandemisë COVID-19. Të gjithë kemi përjetuar kufizime që u vendosën. Kontakti fizik ishte rrepsisht i ndaluar.
nuk kishim mundësi të përshëndesnim njëri tjetrin, të shtrinim dorën e aq më pak të dhuronim një përqafim apo të merrnim ngryk. Sigurisht e gjithë kjo situatë ka ndikuar negativisht në jetën e gjithë secilit prej nesh dhe na ka bërë të kuptojmë se sa i varfër, sa i vetmuar ndihet njeriu pa gjuhën e trupit, konkretisht përqafimin. Ka munguar komunikimi jo verbal që të jep përkraje e mbështetje. Kjo situatë, nëse e marrim në aspektin pozitiv, na kanë mësuar dhe ndihmuar të kuptojmë se kontakti fizik nuk është vetëm një nivel intimiteti, por është komunikim mbështetës pa fjalë. Pra, nuk mjaftojnë fjalët për të ngushëlluar dhe ndihmuar tjetrin. Kërkohen edhe gjeste. Sa i varfër, i vetmuar dhe plot frikë është ndjerë njeriu gjatë kësaj kohe. Kur flasim për përqafim, shumë kujt nga ju mund t'ju kujtohen rastet kur, pas një takimi apo bisede, ndoshta jo të planifikuar, personat që janë ndjerë mirë përballë jush, si një shenjë mirënjohje dhe falënderimi kanë pyetur: a mund të dhuroj një përqafim? Ose ka raste kur dikush ka kërkuar nëse mund të marrë një përqafim nga ne, sepse ka ndjerë nevojën për siguri, mbështetje, pranim e tjerë. Siç u tha më lart, përqafimi duket si një gjest i thjeshtë, por nuk jemi të vetëdijshëm për forcën që ai përcjell. Ai jep mbështetje në dhimbje dhe përkraje në gëzime. Një përqafim do të thotë: ti nuk je kërcënim për mua. Unë nuk kam frikë të jem kaq afër teje. Mund të pushoj dhe të ndihem si në shtëpinë time. Jam i mbrojtur dhe dikush më kupton. Pra, ai përcjell vetëm ndjenjë pozitiviteti dhe lirisht mund të thuhet se përqafimi është një kur në vetvete për të gjithë, e sidomos për ata që kanë frikë, ndihen vetëm, të pasigurt ose vuajnë nga vetvlerësimi i ulët dhe mungesa e dashurisë. Përqafimi është një gjest empatik që në rast të nevoje praktikohet edhe në marrëdhënien klient-terapist. Ai nuk zgjat shumë, por përjetohet gjatë. Ka njerëz që jetojnë nga një përqafim që kanë marrë nga dikush, sidomos të sëmurit dhe të vetmuarit. Ai është simbol i dashurisë amnore dhe pa kushte, e cila i nevojitet secilit. Virginia Satir thotë: na duhen 4 përqafime në ditë për të mbijetuar, 8 përqafime për të qëndruar të shëndetshëm dhe 12 për të rritur. Pra, mos të kemi frikë të dhurojmë dhe të pranojmë përqafime, sepse ato janë të sinqerta, të natyrshme dhe nuk përbëjnë mëkat, por janë një ndihmë që i ofrojmë tjetrit për të jetuar sa më mirë dhe shëndetshëm. Njëkohësisht, ndihmojmë edhe veten. Nuk varfrohemi nëse i dhurojmë tjetrit një përqafim. Përkundrazi, është shenjë mbështetjeje, mirësjelljeje dhe pranimit të tjetrit ashtu siç është. Gjithashtu, përforcon lidhjen mes njëri tjetrit, mes prindit dhe fëmijës, miqve, të dashurve, çiftëve e tjerë. Pra, ai ka një fuqi magjike për të bërë tjetrin të ndjetë i sigurt, i mbrojtur dhe i dashur. Ka një ndikim të thellë në mirëqenien emocionale, fizike dhe shpirtërore. E gjithë kjo ndikon fort në vetvlerësim. Padyshim, një prekje në krah, një shtrëngim dore, një përqafim japin shumë mbështetje për të kaluar çdo sfidë dhe për të ecur përpara. Këto gjeste nuk duhet parë vetëm me syri negativ, siç jemi mësuar të bëjmë.
Me një fjalë, përqafimi është komunikimi jo verbal me të dashurit, por shpeshherë këtë e bëjmë edhe me sende që i duam dhe i preferojmë. Për gjëra që i kemi shumë për zemër dhe që na bëhen dhurat, për shembull librat ose lodrat për fëmijët, ndodh që t'i përqafojmë, t'i marrim ngryp si shenjë mirënjohje, falënderimi dhe dashurie. Kur dhurojmë përqafim, ne e përqafojmë gjithë qenjen e personit, pozitive dhe negative, që ai mbartë brenda vetës. Nuk duhet harruar se përqafimi ndikon shumë më shumë se puthjet. Ai ka fuqinë e inkurajimit, ngrohtësisë dhe qetësisë. Por, duhet të kuptojmë se kemi të bëjmë edhe me persona që nuk preferojnë përqafimin. Këta nuk duhet gjykuar, por është mirë t'i ndihmojmë për të kuptuar se diçka mund të ketë ngecur në etapat e zhvillimit, dhe kjo nuk është faji i tyre, por përgjegjësi e prindërve. E sigurisht që ky gjest mund të mësohet. Përqafimi është një nga shprehjet më të vërteta të reciprocitetit. Thyen të gjitha barrierat gjuhësore dhe ndarjet kulturore, anulon distancat. Fal ti, jemi më pak vetëm dhe hymë në zemrën e njëri tjetrit, kushdo qoftë ai. Dimensioni antropologjik i përqafimit kombinohet me dimensionin psikologjik, që do të thotë se ai nuk është thjesht një akt fizik, por mbart kuptim të thellë shpirtëror, të rrënjosur në dashuri, pajtim, ngrohtësi dhe bashkim. Të jemi më të hapur përballë kësaj dhurate dhe të mos vuaj askush nga mungesa e përqafimit. Të kuptojmë se një përqafim është shumë më tepër se sa një përshëndetje apo një gest fizik. Ai është burim dashurie, shërimi dhe ripërtritje shpirtërore. Mos keni frikë nga përqafimi. Njerëzit më le t'japin puthje falco se sa dhurojnë një përqafim. Përqafimi është një pjesë e vogël e hequr nga vetja për t'ia dhuruar tjetrit, që ai të vazhdoj rrugën e tij më pak i vetmuar.